Në letrën e Apostullit Pavli drejtuar Timotheut, ai shkruan këto gjëra, të cilat janë shumë aktuale për kohën ku po jetojmë. Dhe dije këtë se në ditën e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, burravec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të paudhë, të padhëmshur, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën, tradhtar, kokëshkret, fodull, dë frymdashës, më fort se perëndidashës, të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj, dhe nga këta largohu, sepse për këtyre janë ata që futen në shtëpi dhe i bëjnë për vete femrat e ngarkuara me mëkate, të sunduar nga pasione të ndryshme, të cilat mësojnë gjithnjë dhe kur nuk mund të arrijnë në njohjen e plotës së vërtetës. Dhe sikurse Janesi dhe Jambresi e kundërshtuan Mojsiut, po kështu dhe këta i kundërvijnë të vërtetës. Janë njerëz mendjeprishur, të neveritshëm në çështjet e besimit. Por këta nuk do të shkojnë shumë përpara, sepse marrëzia e tyre do të dalë në shesh për të gjithë, ashtu se sikur u ngjau edhe atyre. Pra, këto fjalë i shkruan Apostulli Pavli Timotheut, biri dhe bashkëpunëtorit të tij, që janë fjalë, siç e thash dhe në fillim, aktuale për çdo kohë. Thuhet që ditët e fundit, nuk e ka fjalën vetëm për ditët e fundit të botës, atë që presim, sepse edhe bota do ketë një fund, dhe fundi i botës nuk është thjesht mbarimi i jetës në tokë, por gjykimi i botës, dhe flasim gjykimi i botës, gjykimi i njerëzve që kanë banuar botën, por ditët e fundit sipas etërve të kishës gjithmonë na thot ato ditë të këqija, të pamoralshme, ku amoraliteti bëhet ligj i shkruar ose i pashkruar dhe njerëzit sfazohen. Atëherë këto janë ditë e fundit të çdo lloj brezi, çdo lloj qytetrimi, ashtu siç e kemi parë dhe në aspektin historik, se si qytetrime janë shkatruar kur degenerimi moral, perversioni, shtazëria është kthyer në, si them, në qëllim, në illull, në ligj. Besoj që secili prej jush që na shikon dhe na dëgjon është dakord që ne jemi në këto kora ku immoraliteti, çthurja, degenerimi, perversioni, por duke kaluar përtej kësaj edhe pedofilia, çfarë po shikojmë në këto kohë të fundit, gjëra të tmerrshme, tregon se ky lloj brez po ka ditët e fundit të tij. Prandaj ne duhet i shikojmë dhe duhet i japim vëmendjen e duhur të gjithë këtyre mëkateve, pasioneve që rëndit Apostulli Pavli, sepse janë një listë e rënjes shpirtërore, ose siç e quajnë dhe etrit e kishës, anatomia e rënjes shpirtërore. Pra, etrit e shikojnë këtë si një listë thjesht jo të një përshkrimi social të një njeriu ose të një brezi, por si zinxhir pasionesh. Çdo pasion është i lidhur me pasionin tjetër. Dhe këto bëhet zinxhira që e lidhin individin ose shoqërinë dhe e çojnë drejt katastrofës. Por le të flasim me radhë të gjitha këto pasione, duke përmendur nga pak. Do të bëhen egoist, thot apostulli. Egoizmi do thot dashuria e çrregullt për veten. Njeriu duhet ta dojë veten, si thuhet edhe tek porosia, duhet tjetrin si veten, por jo ta duash veten në mënyrë egoiste, që do të thotë ta bësh veten qëllim në vetvete. Njeriu është një qenie shoqërore, ai duhet të doj veten, po duhet dhe tjetrin, të afërmin.
që fillon që nga aspekti familjar, prindit fëmijët, fëmijët prindrit, fëmijët njëri tjetrit, miqë, shokët afërm, që kështu njeriu çlirohet nga egocentrizmi, që është sëmundja e brezit të sotëm dhe e çdo fatkesie. Kur njeriu e vendos veten në qendër, na thot Shën Maksimi, atëre Perëndia dhe i afërmit zhvendosen. Në qoftë se sot jetojmë në një brez kaq egocentrik, është pa Perëndi, ose ka Perëndi të rreme, dhe kjo ka bërë që njerëzit sot të bëhen me probleme kaq të mëdha, që bëjnë mëkate dhe krime kaq të mëdha dhe prap ata ju duket gjë normale. Madje këta janë vipat në thonjza, pushtetarët që drejtojnë botën. A e kuptoni çfarë bëhet? Por kjo flitet edhe për neve. Ne të gjithë vuajmë nga egoizmi. Egoizmi është sëmundje e trashëguar dhe e fituar. Dhe kemi një antidot të egoizmit, përullësia, vetmohimi, dashuria konkrete ndaj tjetrit. Ashtu ti çlirohesh nga egocentrizmi. Lakmus parash do t'je njerëzit. Shën Joan Klimaku ose i Shkallës e quan lakmin përpara adhurim të fshet të idhujve. Dhe Apostull Pavli thot që lakmia përpara është burimi gjithë të këqijave, që shumë njerëz që ranë në këtë pasion i bën shumë e humbën besimin dhe i shkaktuan shumë dëm vetes. Dhe këtu na jep dhe shembullin e Judës, i cili për lakmin përpara ai mohoi Krishtin, pasurinë më të madhe. Kur Juda ra nga lakmia përpara, sa më tepër rrezikojmë ne njerëzit besimtar flasim, që themi se besojmë, por kemi një tjetër Zot. Krishti tha, nuk mund të keni dy zotëri. Mund të jeni me të njëjtin besnik. Njëri do ta doni, tjetri do ta urreni, ose do ta bëni sikur do ta doni. Dhe nuk mund doni edhe Zotin dhe mamonajn. Krishti e barazon paran me mamona. Mamona është djalli paras. Shërimi nga lakmia përpara që kap të gjithë, jo vetëm milionerët, miliarderët, por dhe njerëzit e thjeshtë, që mendojnë se pasuria ose siguria e gjërave materiale të bën të jep atë, si them, sigurim për të ardhmen, është gabim. Siguria do jetë tek Zoti, jo tek paraja ose tek materia grumbulluar. Si shërohemi nga ky pasion? Me lëmosh, me besim tek providenca hyjnore, me një jetë të thjeshtë. Mburravec. Mburja është vetëlartësimi verbal, pra me fjalë ose një mburje e brendshme. Na pëlqen vetja, na duket vetë se diç jemi ose diç themi. Ndoshta ndonjëherë këtë nuk e themi dhe me gojë, por brenda kemi një vetë pëlqim. Shën Joan Gujarti thot: mburja është tym pa zjarr, paraqitje pa përmbajtje. Njeriu që mburret është si diçka bosh, si ajo arra bosh që thoni. Pra, si mund ta shërojmë burrin që na kap shpeshherë? Heshtja për veprat e mira. Bëri një vepër të mirë, mos e përfol. Çfarë tha Zoti? Atë që bën e djallta mos ta marr vesh e majta. Dhe gjithçka që ke ose bën, atriboja hirit të Perëndisë. Krenar. Krenaria është maja e pasioneve. Shën Joan i Shkallës na thot, krenaria është mohimi i Perëndisë, është vetë hynizim. Nga krenaria ra Eusfori, kryeëngjëlli, i cili ishte i krijuar nga Perëndia me kaq lavdi e pushtet dhe me ndriçim që shikonte Perëndin, ishte bashkë me Perëndin, por u rrëzua nga krenaria ku? Në botën e mëkatit, jo më, në parajs, atje në parajsën qellore, aty degradoi. A e kuptoni se sa në rrezik ndodhemi ne, njerëzit, që jemi në një botë të mëkatit dhe si them, na nxitemi për krenari, duke filluar prindrit nxisin për krenari fëmijët, njerëzit njëri tjetrin, dhe krenaria sot është bërë idhulli i shoqërisë. Por krenaria është shkatrimi, si thot, përpara rrëzimit vjen krenaria. Prandaj, duhet kemi kujdes nga ky pasion. Shërimi nga krenaria është kujtimi i mëkateve. Në jetën shpirtërore na krijohet ideja se duke bërë diçka shpirtërore, harojmë ato çfarë kemi bërë dhe na duket vetja dhe sikur u shenjtëruam. Vim këtu në kish
me një egoizëm, madje s'vim fare, s'kemi nevojë për kishën. Harojmë se ç'kemi qenë. Apostulli Pavli thotë mos harroni ato çfarë keni qenë. Prandaj që të kultivojmë përullësinë, duhet të kujtojmë çfarë kemi bërë. Jo t'i kujtojmë mëkatet që t'i ribëjmë para mendje, por t'i kujtojmë çfarë na ka falur Zoti. Dhe kjo të jetë mendim të përullur. Duhet bëjmë bindje ndaj atit shpirtëror. Krenaria të rrëzon në egoizmin tënd dhe thotë ti e di, bëj çfarë thot mendja jote. Jo, jeta shpirtërore nuk bëhet pa bindje. Vetë Isu Krishti tha unë erdha t'i bindem atit dhe ne i bindemi Perëndis. Si? I bindemi Perëndis në institucionin e tij që është kisha dhe brenda kishës kemi bindje ndaj atit rrëfys, ndaj atit shpirtëror, prindrit do t'i bindën fëmijëve dhe kështu pra vetëm me bindje shlirohemi nga krenaria. Dhe të pranojmë korrigjim. Jemi njerëz mëkatar. Ai që thotë që unë nuk kam mëkate bën gënjeshtar Zotin, se Zoti thotë gjithë jemi mëkatar. Të gjithë kemi sëmundjen e mëkatit. Vi me një tjetër pasion, blasfemues, do arrin njerëzit. Pra shikoni si rritet amplituda. Nga egoizmi vjen, si tham, i përmendëm gjithë ato lakmus parash, burravec, krenar, nga krenaria shkon te blasfemia. Blasfemia nuk është do të vetëm ajo që shan emrin e Zotit, po blasfemia do të thotë një qëndrim mos mirënjohës ndaj hirit, e kundërshton hirin. Pra Zoti të fton dhe ti bën sikur s'dëgjon. Nuk shkon në kish, nuk bën jetë misterore, pra je blasfemus në frym, e kundërshton hirin. Shën Isaku thot, blasfemia lind nga zemra e ftohur. Pra një njeri që ka një zemër të ftohur është blasfemus. Si shërohet blasfemia? Falënderimi i vazhdueshëm ndaj Zotit dhe pjesëmarrja në shërbesa fetare dhe në jetën liturgjike të kishës. Kështu që nëse ne duam të shërohemi nga blasfemia, jo vetëm në sharje, por në frym, duhet të jemi të kishëruar. Prandaj është domosdoshme liturgjia të dielave. Të pabindur ndaj prindërve. Sipas Etrëve, kjo shpreh refuzimin e autoritetit dhe traditës. Në planin shpirtëror, mosbindja ndaj prindërve çon në mosbindje ndaj Zotit. Prandaj është kaq e rëndësishme bindja e fëmijës ndaj prindrit dhe prindrit duhet kultivojnë te fëmijët bindje. Në qoftë se një fëmijë nuk bindet, është i llastuar për fajt të keq edukimit të prindërve, mos prit që ai fëmijë do t'i bindet Zotit. Dhe po si u bind Zotit, do i bëhet një dëm shumë i madh. Sot kemi një brez fëmijësh të çthurur, arrogant, që nuk i binden prindit në shtëpi, nuk i binden mësuesit në shkollë, nuk i binden autoritetit. Por çfarë po sjell kjo? Po sjell në të mirë shoqërisë, po sjell liri, përshkundrazi, po sjell sfazim, shkatrim, po sjell dhunën edhe brenda familjes, edhe brenda institucioneve, dhe po bëhemi një shoqëri e sfazuar, se nuk kemi bindje. Dhe mbi të gjitha, etrit e kishë shohim bindje tek ati shpirtëror. Duhet kemi bindje të ati shpirtëror. Nuk mund të bëhet jeta shpirtërore pa një bindje, siç e tham. Aty kultivojmë bindje. Po si u binde, thash, prindërve, si u bindes as Zotit, as kishës, as atit shpirtëror, dhe pastaj do thyesh kokën. Do thyesh kokën, është ligj. Sepse jeta shpirtërore nuk bëhet pa një guid. Dhe mos mirënjohja. Njerëzit do jenë mos mirënjohës. Mos mirënjohja është verbëri shpirtërore. Shën Maksimi thot, zemra që nuk falenderon humb djeshmërinë nga hiri. Pra, çfarë ndodh? Jo vetëm jemi mos mirënjohës ndaj njëri tjetrit, pra jep prindi diçka fëmijës dhe fëmia është mos mirënjohës, ose brenda familjes vllai motrës, motrës vllait, prap s'ka mirënjohje, pavarësisht se jemi një familje, edhe aty duhet kultivuar mirënjohja, se edhe pse jemi detyruar të ndihmojmë njëri tjetrin, por mirënjohja duhet të jetë me tjetrin, me të afërmin, dhe mbi të gjitha me Zotin. Vijnë njerëz dhe kërkojnë nga Zoti, dua këtë, dua këtë, dua këtë, dhe Zoti është i mëshirshëm. Jep, po sa të tjerë kthehen dhe falenderojnë. 1/10 e njerëzimit falenderojnë. 1/10 kthehet, siç ishte edhe te rasti i atyre që ishin me lebër. Ish Zoti shëroi të gjithë, vetëm njëri u kthye. Prandaj, mosmirënjohja pra është një dëm i madh, sepse nuk të lë më mundësi ose fytyrë që ti të shkosh ti kërkosh Zotit ose të afërmit diçka. Duhet të themi fjalën faleminderit
Dhe kjo të nderon, kjo nuk të përul. Shërimi i mosminjorës është, si them, kujtimi i vazhdueshëm i asaj çfarë të ka dhënë Perëndia, por dhe të ka dhënë dhe njerëzit e tjerë dhe të mësosh të thuash gjithmonë faleminderit. Do jenë të paull. Paull do thot pa rrugë, pa shenjtëri, pa ndjenjë të së shenjtës. Dhe kjo është humbje e frikës së Perëndis. Brezi i kohërave të fundit ose i degenerimit moral janë pa frikë Perëndie. Pra nuk e kanë frikë Zotin. Sepse thonë Zoti çfarë do të më bëj? Ja bëra këtë të keqe, nuk më bëri gjë. Ja bëra edhe këtë s'më bëri. Por si thot një fjalë e urtë popullore, Zoti nuk është një macet që të gric. Do me thënë që ti bën keq dhe Zoti të dëshkon. Ky nuk është Zoti ynë. Por Zoti jo se të toleron në mëkate, por Zoti duron që njeriu të kuptojë dhe të kthehet. Pastaj, në qoftë se mbaron dhe koha e durimit, mirë ai njeri që bie në duart e Zotit. Dhe shërimi i paullësis do thot të bësh një jetë të përkushtuar dhe një jetë misterore brenda kishës. Do jenë të padhëmshëm. Mungesa e dashurisë natyrore, dhe kjo nuk ka nevojë për koment, sot njerëzit janë kaq të padhëmshur edhe brenda familjes, ka prindër që nuk janë ndjenjë fare për fëmin, por po bëjnë dhe të merre me fëmijë, i shesin fëmijët, ka i dhunojnë fëmijët, i përdhunojnë, kemi raste, se ne po flasim për pedofil të cilët janë pa lidhje për fëmijët, po ka dhe pedofil brenda familjes, dhe kemi edhe raste në Shqipëri dhe në botë. Kjo është shtuar shumë. Por flasim që sot padhëmshuria është bërë trend, sepse njerëzit janë bërë armisor, janë bërë gjakësor, kënaqen kur shikojnë një fatkesi, kënaqen kur shikojnë një krim, ushqehen me këtë. U bëm si kohën e gladiatorëve, që njerëzit shkonin në për arena dhe kënaqeshin kur shikonin krime, kur shikonin vrasje, të cilat i ndaloi krishtërimi. Por siç edhe ai brezi atëherë humbi, por dhe ky brez mos kujtoj se me në mënyrë padhëmshurie ose në formë gjakësore ne do ta shtym. Si thot Zoti? Një nga ato gjëra që Zoti urren më shumë janë duart që derdhin gjak. Mirë ata që derdhin gjak, jo vetëm njeriu, po ata që derdhin gjak fëmijë. Mirë. Më mirë mos kishin lindur fare. Dhe këtu flasim jo vetëm për Epstein, se dikujt mund t'i shkojë mendja atje, po flasim për ata prindër që derdhin gjakun e fëmijëve nëpërmjet abortit. Pra, po flasim për një gjakderdhje që ndodh çdo ditë. Fatkeqësisht dhe e ligjëruar, edhe nga shteti, edhe nga mjekësia, flasim për abortin. Sa fëmijë në këtë çast janë duke u prerë me dëshirën e prindërve dhe me anë të mjekëve. Pra, ne kur shikojmë disa skena gjakësore që bëheshin atë ishullin e djallit famkeq, revoltohemi. Por, si nuk revoltohemi kur dëgjojmë për abortin, madje kjo na duket diçka normale, e justifikuar, ligjore dhe si them e domosdoshme. Kjo është një tmerr çfarë ndodh sot në botë. Vazhdojmë. Të papajtueshëm. Pra, njerëzit e kohës së fundit do të jenë të papajtueshëm. Ata do jenë njerëz konfliktual. Shën Klimaku thot, mbajtja e mërisë është elm që e pi vetë njeriu. Që do të thot? Ata njerëz që janë mësuar të mos falin njëri tjetrin. Dhe këtu e kemi brenda familjes. Fëmia duhet i kërkoj falje prindit. Burri, grua dhe gruaja burrit. Të afërmit me njëri tjetrin duhet kërkojnë falje dhe duhet mësojnë të kërkojnë falje, madje, si thot dhe Apostulli Pavli, mos perëndoj dielli pa kërku falje njëri tjetrit. Por kur ne nuk kërkojmë falje edhe brenda familjes dhe nuk e kultivojmë këtë, ose brenda çiftit, kjo do reflektohet te fëmijët. Fëmijët do ta reflektojnë te njëri tjetri, pastaj do reflektojnë te shoqëria. Dhe kemi një shoqëri kaq të egër që i bëjmë gjëra kaq të shëmtuara njëri tjetrit dhe nuk themi një më fal. Dhe mos thënia një më fal pastaj bën që të krijohen konflikte dhe krime. Prandaj duhet kemi kujdes. Shpifës.
njerëzit e kohës fundit do të jenë shpifës. Shpifës do të thotë ai që intrigon ndaj tjetrit. Kur shpif imiton veprën e djallit, është ai që na akuzon përpara Perëndis. Shërimi nga shpifja është ruajtja e gjuhës, heshtja dhe të flasësh mirë për tjetrin. Ose nëse s'ke fuqi të flasësh mirë, të paktën mos fol keq, mos shpif. Të papërmbajtur, do ketë mungesë vetë kontrolli. Etrit flasin për njerëzit të cilët janë brenda vetes tyre, të pa kontroll, lejojnë lloj-lloj mendimesh, lloj-lloj dëshirash. Dhe nuk i vën kontroll mendjes, nuk i vën kontroll dëshirave. Dhe këto që ata i mendojnë, i dëshirojnë këto dhe pastaj sipas mundësive që bëjnë dhe i kryejnë. Pra mëkati nuk është me njerë tjetri u bë pedofil, u bë kriminal. Jo, filloi që në mendjen e tij. E ushqevi mendjen me mendime të tilla, nuk e luftoi me dëshira të tilla dhe pastaj kur u krijuan mundësit, ai ishtu nga djalli që kishte qenë në mendjen e tij, i bëri dhe me trupin e tij. Prandaj duhet kemi kujdes, kemi vet kontroll, që tek mendimi, që mendimi kur të erdhi largoje. Ne në mendjen tonë na vijnë mendime pafund, të mira dhe të këqija. Kur të vjen mendimi, nuk është mendimi keq, që i thuhet tundim ose ndërhyrje, nuk është faj jot. Mos e prano, largoje, lutju Zotit, por mos e kultivo. Djalli në fillim jep disa karamele me mendime. Mos i lëpi karamelet e djallit, se pasaj do të dëshirosh e do t'i kryesh. Dhe si largohet ajo mendimi i keq ose prishja e vetkontrollit? Si duhet vësh rregull, duhet të lutesh, duhet të kreshmosh dhe duhet të kesh vigjilencë tek mendimet. Lufta më e madhe është lufta me mendimet. Po e humbe luftën me mendimet, ke humbe dhe luftën me veprimet. Do jenë mizor. Pra, njerëzit e kohës fundit e prishjes morale do jenë mizor. Shikoj çfarë thot Shën Isaku. Drejtësia pa mëshirë nuk është perëndi. Dhe kjo mizori nuk do të shikojmë vetëm krime, por fillon mizoria që në komunikim me njëri tjetrin. Neve duam drejtësi. Harojmë se nuk jemi drejt. Por kjo na bën neve inkuzitor ndaj tjerëve, edhe brenda familjes, edhe brenda çiftit, edhe brenda shoqërisë. Vetëm drejtësi. Më ka bërë këtë, dua ta bëj këtë, dua kështu. Dakor. Ka bërë, po mirë ti nuk e bër dikujt tjetër. Prandaj duhet dëmshuri. Kujto se dhe ti ke bërë. Pra, si kërkon dëmshuri të falin, i dëmshur fal dhe ti tjerët. Pavarësisht se kjo mund duket e padrejtë, por ne themi Zoti është i drejtë. Gabojmë. Çfarë thot një shenjtor? Mos thoni Zoti është i drejtë, Zoti është i mëshirshëm. Nëse Zoti do ishte i drejtë, unë nuk do isha sot këtu. Do isha në ferm tash. Nuk e di për juve, po unë nuk do isha sot. Por kur Zoti është treguar kaq i mëshirshëm me mua, dhe më la të jetoj dhe më dha një mundësi, si nuk do të tregojmë unë i mëshirshëm me tjerët? Prandaj thot Zoti, me atë mas që do masni, me atë mas do t'i mateni. Dhe kush është i mëshirshëm, do gjej mëshirë. Njerëzit që se duan të mirën, urrejtje ndaj virtutit. Kur zemra lidhet me pasionin, ajo e sheh dritën si kërcënim. Si shërohemi nga urrejtja ndaj virtutit? Që sot, kur flet për virtut, kur flet për vigjëri, kur flet për ndeshmëri, kur flet për besnikëri, kur flet për durim, kur flet për përdollim, njerëzit shikojnë si budalla. Kush është ky më thotë? Ç'është? Ky është barbametur, ky është specie në zhdukje. Por jo, virtuti qëndron. E keqja nuk qëndron, se nuk ekziston. E keqja është e kundërta e të mirës, siç është errësira, mungesa e dritës. Errësira nuk është në vetvete ekzistencë, është mungesë e dritës. Edhe e keqja në vetvete nuk ekziston. Prandaj dhe njerëzit që bëjnë keq, kurse janë të lumtur, kurse janë të ngopur, po gjithmonë ata bëjnë të keqe se janë të uritur. Krim mbas krimi, mëkat mbas mëkati. Kurse ai që bën të mirën ai është i ngopur. Jeton thjesht, është i mjafton ai që ka, sepse është e mira, është ekzistuese, se e mira është Zoti. Por njerëzit se duan të mirën, prandaj dhe vuajnë. Por si shërohet kjo mungesa ndaj të mirës? Dashuri për të vërtetën dhe kërkimi i shoqërisë së njerëzve të virtutshëm. Shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira.
Neve duhet bëjmë shoqëri që jo na kuptojnë, por na ndihmojnë. Kjo është arsyeja pse të krishterët e parë, që u larguan nga bota pagane, krijuan ato enoritë e tyre. Dhe njerëzit pagani thoshin këta janë të çmendur, këta janë të lënë, këta janë të vetmuar. Po ashtu shpëtuan ata. I shpëtuan botës së mëkatit. Kurse sot neve kemi lënë shoqëritë e krishtera dhe jemi futur në botë dhe themi s'ka gjë. Unë do hyj në botë, po bota nuk do ndikojë tek mua. Është e pamundur. Është e pamundur. Vërtetuar që ka ndikim. Pra, ne nuk jemi një geto, nuk jemi të izoluar, por ama jemi detyruar të punojmë me tjerët, jemi detyruar të ecim në një rrugë, të jemi në një pallat, apartament, por nuk jemi detyruar të jetojmë si ata. Por kjo na ndihmon kur kemi shoqëri të krishtera, të virtutshme, se mund të jetë krishtera me emër, po s'ka virtut. Atje ku nuk ka virtut, mos rri, po ik, sepse kjo të dëmton. Si thonë, po nejte me qorin do bëhesh çakër. Më thuaj me kërit të them se cili je. Prandaj, urrëtie ndaj virtutit. Pse ka ardhur kjo? Sepse infekton njëri tjetrin njerëzit sot. Tradhtar e para do jenë tradhtar ndaj Perëndis, do mohojnë besimin. Por tradhtar edhe jo vetëm në aspektin shpirtëror, që do lënë Zotin, do bashkohen me djallin dhe me demonët, siç thotë profecia që në kohrat e fundit njerëzit do jepen mbas demonëve, por do jenë tradhtar të asaj që morën në kish, tradhtar të pagëzimit, pagëzohen, vinë në kish, pastaj ikin dhe kujtojnë se kjo është vetëm sa e bën pagëzim mbaroj. Pagëzimi është lindje, nuk është mbarim, është fillim. Dhe duhet pra ta kundërshtojmë këtë frym tradhtie ndaj Zotit, se kjo është ndaj Zotit, po që pastaj si të reflektohet edhe në marrëdhënie me njerëzit, në çiftin, dhe duhet ta kundërshtojmë me qëndrueshmëri, me besnikëri, duke filluar nga gjërat e vogla. Si thot Zoti, ai që është besnik në të vogla do të besnik në të mëdha. Dhe kundërta. Po tolerove të voglat, do biesh dhe tek e madhja. Kokë shkret. Pra do jenë njerëz kokë shkret, njerëz pa maturi. Si thonë, o kokë shkret, do bën vetëm atë që thot koka jote. Po s'ka asgjë brenda. Shën Maksimi thot, pasioni e erëson gjykimin. Kush është shërimi? Këshilla shpirtërore. Shko, këshillohu, para të marrësh një vendim. Si thot, mos e bëj me mendjen tënde. Por, shko këshillohu dhe kisha ka hapur, na ka dhënë këtë mundësi të këshillohemi me atin shpirtëror, po të këshillohemi fëmia me prindit, por këshillohemi me njëri tjetrin dhe kështu pasi të kemi marrë shumë këshilla, mund të marrim një vendim. Dhe mbi gjitha me Perëndin. Dhe kjo vjen nga këshilla dhe lutja përpara vendimeve. Përpara se të marrësh një vendim do bësh lutje. Jo ma tha koka ime dhe bëra, pastaj kur del keq, thua pse o Zot më erdhi kështu. Dhe bën dhe fajtor dhe tjerët. Fodull do të jenë të fryrë nga mendjemadhësia, vetkënaqësia, edhe shpirtërore, por edhe fizike. Rreziku më i madh është për njerëzit shpirtëror, për njerëzit besimtarë, është fodullëku. Pra ku njerëzit mendojnë se ata kanë arritur një gjendje shpirtërore. Kjo e rrëzon njeriu. Do jenë dëfrim dashës, më fort se Perëndi dashës. Çfarë do thotë? Njerëzit e kohës të detyrimit moral do kenë më shumë dëshirat për kënaqësi trupore, për kënaqësi për argëtime, për kënaqësi të ndryshme, ujkende, turizma, e gjëra kënaqësi që sot ka bota pafund, ose si them të gjitha këto që janë. Që ndoshta edhe në vetvete nuk mund të jenë të këqija, por kur ato bëjnë qëllim në vetvete, kur ato marrin, si them, kohën me Perëndin, ose të ndalojnë të mendosh për tjetrin, patjetër që janë idhuj. Kështu që më shumë dëfrimdar se Perëndit dashës. Dhe këtu flet për të krishterët, për ata që besojnë në Perëndi. Dhe ky është një problem i zemrës. Njeriu u krijua për të dashur Zotin dhe për dashur të afërmin. Shën Maksimi thot, pasioni është energji e natyrshme e devijuar nga qëllimi i saj. Pra, kur një njeri ka një pasion për diçka, ai ka devijuar nga qëllimi. Kush është qëllimi? Qëllimi është Perëndia e para, pastaj qëllimi është edhe shpëtimi i të afërmit. Rruga për nga Zoti kalon nga i afërmi. Nëse ne mendojmë vetëm për kënaqësinë tonë,
për të kënaqur vetëm vetveten ton, atëherë ne I bëjmë një dëm shumë madh vetes, sepse mund ta kënaqësh veten, por ti do mbetesh vetëm. Dhe njeriu është një qenie shoqërore I cili nuk kënaqet I vetmuar. Ai kthehet në një egërsir pasaj. Dhe kemi të perëndishëm në dukje, pra njerëz fetar në dukje. Shpesh herë neve themi sa mirë për shembull për Krishtlindje, për Pashk, vinë shumë. Por mendoni se gjithë ata që vinë për Krishtlindje, për Pashk, ose për ujë bekuar, ose çfarë ditët dafinave, që janë festa dhe të organizuara nga kisha, mendoj se gjithë ata janë besimtarë. Po s'është besimtar një njeri që vjen një herë në kishë, që bën një ceremoni. Ata janë të perëndishëm fetar në dukje, por mohues të fuqisë saj. Besimtar nuk është ai bëndërite. Besimtar që zbaton porositë e Zotit. Sa tha Zoti, nëse zbatoni porositë e mia, tregoni se më doni. Nuk jemi besimtar se thjesht vim në kishë, ose të ndjekim një liturgji hyjnore, ose të bëjmë lutje. Jo, këto janë mjete që të shkojmë të marrim fuqi, të bëjmë porositë. Po si bën porositë, që janë ato që I dim të gjithë, si ndaj Zotit, ndaj të afërmit, nuk kemi besimtar. Si thot dhe Shën Jakovi, besimi pa vepra është I vdekur. Ju thoni që e besoj Zotin, po dhe djalli beson Zotin. Çfarë ndryshimi ke ti nga djalli? Pra, ndryshimi është që ne besojmë Zotin dhe bëjmë punët e Zotit. Prandaj, këto përmend apostull Pavli si etiketa për njerëzit e kohës së fundit ose të prishjes morale. Që unë mendoj që të gjithë jemi këtu në një mendje se I përshtaten kohës sot. Jo vetëm njerëzve jashtë, jo njerëzve pa besim, por flasim për ata që quhen veten të krishterë. Pra janë sëmundje që I kemi dhe neve. Po kur kanë hyrë këto te krishterët, mendo çfarë është bërë në botë. Prandaj jemi në një kohë kritike të fundit, që quhet ajo pika e kuqe, pika e vlimit. Dhe mos kujtojmë neve se kjo do vazhdoj pafundësisht. Jo, e keqja prish veten e vet. Edhe sikur Zoti mos ndryj, ne do prishim vetveten po vazhduam me këtë trend. Prandaj është thirrja për një pendim. Në fillim nga ne të krishterët, duke I dhënë shembull të gjithë botës, dhe jo të pendohemi vetëm për veten tonë, për të afërmit tan, por dhe për njerëzimin. Prandaj edhe kisha lutet për gjithë botën që të pendohet ky brez. Ndryshe, nëse ne do pendohemi, atëre do pësojmë. Sepse dy gjëra janë, dhe me këtë e mbyll. O mëkatet tona do t'i laj Krishti, dhe këtu flas për çdo mëkat. Jo nga këto mëkatet e leta, por edhe për mëkatet e pedofilisë, edhe për mëkatet e abortit, edhe për mëkatet e vrasjes, edhe mëkatet e përdhunimit, edhe këto mëkate që janë të rënda, Krishti I fal. Dhe kisha I fton edhe këta. Pavarësisht se neve mund duket çfarë bësh. Jo, kisha është vend që I fton të gjithë mëkatarët. Dhe Krishti për ne mëkatarët ka ardhur. Për këta mëkatarë ka ardhur. Dhe ne jemi pjesë e këtyre mëkatarëve. Madje çfarë thon shenjtori? Po se vetë mendoj veten që ti I fundit I mëkatarëve. Që ti në qoftë se do ishin ato rrethana, do kisha ato mundësi mund t'i bëje ti ato gjëra, atëherë ti s'je në rrugë gabuar. Pra kisha fton për pendim. Si për mëkatet e vogla, për mëkatet e mëdha. Por, në qoftë se ne nuk do shkojmë te Krishti, dhe na I fali Krishti mëkatet me gjakun e tij, me misteret e kishës, pagëzimin, pendim, rrëfimin, kungimin, atëherë mëkatet do t'i lajmë ne, fëmit dhe ky brez. Dhe gjasat janë fatkeqësisht që ky brez ka ardhur koha të lajë mëkatet. Si? Me shumë mënyra, katastrofa natyrore, luftë botërore, sëmundje epidemike dhe si them njeriu do bëhet armik I njeriu. Si shaj fjala, do vi koha që njeriu do haj njeriu. Dhe kur vjen koha që njeriu do haj njeriu, siç po shohim sot me kanibal, jo vetëm ata që shohin, po sa janë të tjerë sot në botë. Mendoni ku jemi? Prandaj, urgjentisht të largojmë veten nga këta, thot Apostulli Pavli, largoni, ikni dhe të kërkojmë falje për veten tonë, për familjarët tanë, por dhe për botën. Të paktën të bëjmë detyrën. Ne nuk do ta shpëtojmë botën, por ama do bëjmë detyrën që na ka caktuar Zoti.
Dhe kjo është dhe misioni që ka kisha. Dhe prandaj dhe klerikët vishen me ceza, prandaj dhe murgjit mbyllen në përvende që të mbajnë zi për mëkatet e botës, para se të vi gjykimi i Zotit. Amin.